Ndrimi i viteve në Shkodër është shoqëruar me një atmosferë plotësisht festive dhe pa incidente. Pranë familjarëve, me miq, në bare e restorante apo në sheshin qendror, këto kanë qenë mënyrat më të preferuara nga qytetarët për të pritur vitin e ri. Mijëra banor ishin në mesnatë në shesh dhe në pedonalet e qytetit për të pritur momentin e ndrimit të viteve dhe për të shijuar spektaklin e fishek zjarreve të organizuar nga bashkia, më pas koncertin festiv e për të përcjellë urimet për një vit sa më të mbar. Uroj tonë shqiptarëve shëndet e tanat mirat nga Zoti. Gëzuar për shëmbjet tonë shqiptarëve ku do të jenë, me anë edhe jashtë mirë. Për shëmbjet e ngjimet tonë shqiptarëve nga do që t'jenë. Uroj tonëve në shtëpiat e tyre mirësi, lumturi edhe marrësi në familjet e tyre. Uroj gjithë shqiptarëve shëndet, fare, lumturi, tanat mirat e botës meritojnë shqiptarët janë shumë të mirë. Pavarësisht masivitetit në shesh dhe përdorimit të fishek zjarreve dhe nga vetë banorët, nuk janë shënuar incidente. Atmosfera festive dhe e qetë ka shoqëruar jo vetëm natën e ndrimit të viteve, por të gjitha koncertet dhe veprimtaritë festive të zhvilluara gjatë muajit dhjetor në qendër të Shkodrës.